Mimbrama të nderuar shikues, mirë se vini në këtë debat zgjedhor. Tash kur kanë kaluar më shumë se 10 ditë që kur ka filluar fshata zgjedhore, sonte do të flasim për garën në Viti, por jo edhe vetëm, dhe do të shohim se cilat janë temat që po dominojnë në këtë fushatë dhe si është atmosfera në këto ditë të para lidhur me zgjedhjet lokale. Të ftuar kam 3 panelistë, mua janë zoti Daut Xhemaili, njohës i zhvillimit politik, mirë se vini. Përshëndetje juve. Pato Mehmeti, po ashtu njohës i zhvillimit politik, mirë se vjen. Përshëndetje. Dhe nga Partia Demokratike kam të ftuar Valmer Sahitin, nga Partia Demokratike në Viti, mirë se vjen. Kisha të ftuar edhe një përfaqësues të nismës në Viti, por ata në momentin e fundit kanë thënë se nuk po mund të vinë. Sidoqoftë, do filloja me ju zoti Xhemaili, si ka kaluar java e parë fushatës, sidomos në fokus në rajonin Ana Moravës. Përshëndetje për teleshikuesit. Sipas meje edhe mendimit tem, java e parë ka qenë mjaft e zbet e fillimit të fushatës. Ndoshta edhe pse është fillim, partitë politike nuk kanë pas aktivitete të mëdha. Po, si pas meje, mund të ketë reflektim drejt për drejt situata e përgjithshme politike në nivel të Kosovës, edhe kjo situata është reflektu edhe të partit, edhe të qytetarë, dhe me thonë me një disponim jo edhe aq të shtumë, e kam fjalën. Për shkak se, dhe me thonë, nivel të Kosovës ka krizë, ka përgjithësi të madhe, ka adresim konflikt bajgit madh mes partive politike, po kjo është një fushatë në nivelit lokal. Është pakrasi e qytetarëve që reflekton edhe në zgjedhjet lokale tash, do me thonë që partitë politike e kanë vështirë, do me thonë, me gjetë mundësi, me gjetë hapësinë për me e zhvillu fushatën edhe më konë të kapshëm për elektorat. Mendoj që është një prej pengesave kjo. A nuk ka entuziazm ka qytetarët për të bashkuar në këto aktivitete që organizojnë partitë politike? Sipas meje nuk shërne entuziazm të madh qytetarëve, hiç aktivistët, do me thonë militantët e partive, por entuziazm të qytetarët për zgjedhjet nuk shërne. Në me thonë, në këtë aspekt, unë lidha edhe me gjendjen e përgjithshme, pakmesitë e përgjithshme, pavarësisht, dhe me thonë, situatës që këto janë konë zgjedhje të pritshme, dhe me thonë, më në fundi mandatit, të rregullta, edhe është dashur partitë politike me pas parasysh përgatitjet e tyre që elektoratin spaktu dvetin me pas më aktiv në këtë njërë që me pas dinamizëm, po unë po shpresoj se është java e parë, partitë politike kanë me ardhur duke e rretema, duke u gjallëru me aktivitete, edhe shpresoj edhe besoj që qytetarët kanë me u aktivizu, se është me rëndësi që qytetarët me dalë edhe me shpreh vullnetin e tyre, disponimin e tyre. Dhe me njoftë programat ofertat e partive politike? Normalisht, qytetari nëse është aktiv, nëse intereson fushata, dhe me thonë, ai interesohet për kandidatët, interesohet për fushatën, edhe për ofrimin e alternativave që i bojnë kandidatët. Megjithatë, dhe me thonë, pasi janë edhe zgjedhje lokale, kam shprehë se këta kandidatët që janë për këshilltar komunal, dhe me thonë për kuvende komunale, kanë me e ngjall një pjesë të elektoratit me ose pa dashje të e kërku votën drejt për drejtë. Dhe kjo ka me nxit aktivizmin pak qytetarë? Mendoj që ka me ndiku edhe ka funi kemi pas një fushat pak më ndryshe. Paton, po drejtohem ju formalisht, si e keni pa këto 10 ditë të fushatës, cilat janë temat që po dominojnë programet e partive politike, gara për asamble komunale? Është e kuptueshme apatia e qytetarëve ka shi narracionit të politikanëve, sepse ata vetëm po riciklojnë premtimet e mëhershme, pra nuk ka se ka diçka ndonjë risi dhe besueshmëria e qytetarëve ka shi politikanëve sigurisht se është në rënje. Kjo tregon edhe me zbeje të pjesëmarrjes së qytetarëve në përtubime. Kështu që në këtë sens besoj që nuk presun që të ketë gjallëri më të madhe, sepse nuk ka dhe sens të ketë. Për çfarë gjallërie ne po flasim? Qytetarët përballafaqohen me gjërat elementare etike, me ujë të peshëm,
me çështje të mbeturinave, me çështje të papastërtisë së qytetit, me çështje të urbanizmit, pra me çështje elementare, me cilat një qytetar ballafaqohet, do thotë janë ende të theksuar edhe pas 25 vite, pavarësisht se ka pas ndryshime të partive politike, gjithsesi problemet kanë mbet njëjtë. Në këtë kuptim besoj që edhe është e kuptueshme, po them, apatia e qytetarëve ka shik të narracionit njëjtë. Kushdo që vjen e ka të njëjtin narracion dhe të njëjtat premtime. Kështu qytetarët janë lodhur. Fundit thjesht pjesa më e madhe e tyre do zgjedhin, ose e kanë zgjedhur parimisht si thosh se këtë do ta votojnë dhe nuk e çojnë kokën më çfarë premtojnë sepse e dinë se ato nuk realizohen. Kështu që në këtë kuptim kjo është edhe si thua rezultati i këtë qeverisjeve në për nivelet lokale. Po është faji edhe partive politike që qytetarët po bëjnë një farë shkëputje nga mënyra se si po qeveriset, largimin nga angazhimi politik. Është po ndodh një fenomen shumë i çuditshëm që realisht na ka përcjell mirë po kohëve të fundit është më theksuar. Politikanët në nivelit lokal, pra gjithë energjinë mend që të merren me çështje nacionale për shka dhe janë atje, vinë për tubime në komuna për më dhënë për krojen e kryetarit komunës. Kjo nuk ndodh kurkund në botë. Kjo nuk ndodh. Politikani lokal është lokal, politikani nacional e ka punën e vet. Nuk është për mua e kuptueshme që një ministër më shput pi punës për një muj me orë me bon fushat me përkoni individual ose një politikan tjetër. Kështu që gjithkund botë kjo nuk ndodh. Ata vetëm merren me çështjet nacionale dhe çështjet lokale janë shkëputura. Në këtë kuptim, këta politikanë për nivelit nacional peshojnë thjestin e atu për me e fitu komunat dhe në këtë mënyrë për me e rritë si tu është një lloj për me rritë egon edhe më të madhe, për me pas edhe mundësi që zgjedhjet nacionale me pas, si me thoni, mbështetje më të madhe në mënyrë që me i fitu zgjedhjet. Mirë, po kjo nuk ka mënyra e dur sepse fundit qytetarët po dobësohen. Dhe në këtë kuptim unë besoj që problemet me cilat qytetarët po ballafaqohen dhe janë shumë jetike edhe është e turpshme, që pas 25 vite ne po ballafaqohemi me çështje elementare. Si problemi i ujit është tema që imagjino për 25 vite ne ende nuk kemi ujë të peshëm, derisa nëpër komuna caktuara jepen 5 milion për një nënkalim që realisht është lloks në fundit, nuk është nevojë emergjente për qytetarët, derisa nëpër spitalet të rajonale kemi mungesë të banave esenciale për mbijetesë të qytetarëve. Pra do të me dojnë me blej një medikament që shumë është i lirë, sepse nuk investohet atë. Investohen thjesht një lloj kozmetike për qytetarëve, për me thonë që janë asha, po vojnë me gjërat elementare po ballafaqohen. Në këtë kuptim, besoj që qytetarët duhet me qenë më të përgjegjshëm që me i ndëshku ata politikanë cilët nuk janë gjendje me i zgjidh problemet elementare. Edhe t'jap një argument tjetër. Sipas gapit që ka bërë një matje të fundit, Instituti GAP, po flasim me qenë se jemi në anën Anamarovës, veç 56% të premtimeve janë realizuar. Pra, nëse flasim për viti, për Gjilan dhe për Kameris, dikun varian 50-56 është mesatare, pra maksimumi 56% janë realizuar. Kështu që kryetari i komunës vitisi ka dhënë 19 premtime, vetëm 11 i ka kryer. Edhe këto 11 i konsiderohen të kryer ato që kanë filluar punën, jo që janë krejt. Dikon vetëm 7 do thotë që janë. Pastaj është përgjithësia cilësia e tyre punëve që janë kryer. Në këtë kuptim, po duam të thonë që është e turpshme se një politikan që i ka dhënë vetëm 18 ose 19 premtime, për 4 vjet nuk ka qenë gjendje me i kryer. Edhe ato kanë qenë gjëra që kanë mujt shumë kollaj më kryer, sepse kanë qenë realizueshme. Nëse janë realizueshme, pse ke premtuar në fundit atëherë? Pra, matjet bëhen me rezultate. Fundit, janë qytetarët ata cilët besoj që duhet më ngrit vedia edhe për ndërlidhe me parafolsin që tha që ka një zbeje, kjo zbeje unë besoj që të vazhdojnë kuptimin që qytetarët më janë lodhur me premtimet njëjta, me riciklim të premtimeve. Dhe kjo duhet me qenë një alarm për politikanët, për me ndryshu diskursin dhe për më fokusu më shumë të zgjidhja problemeve elementare. Po kjo është pra qëndrimi juaj, tash të shohim që da thotë zoti Saiti, PDK-ja është në garë për postën e kryetarit të komunës. Ju zoti Saiti jeni shefi shtabit zgjedhor në komunën e Vitis. Si e keni parë aktivitetet të fushatës, si ka qenë gara e PDK-s për të zgjedhje? Fillimisht më lejoni që t'u falenderoj për ftesën, kënaqësi që t'jem bashkë me panelistët.
Unë shfrytëzoj rastin që gjithë qytetarët e Vitinjës t'i uroj për fushatën zgjedhore, për këtë proces i cili në kushte demokratike do duhet të ishte fest. Partia Demokratike e Kosovës Vitinjë natyrisht ka bërë gjithë përgatitjet e saj dhe do të kontriboj për një fushatë fair, korrekte dhe të emancipuar. Ne tashmë jemi në 10 ditëshin e fushatës dhe dinamika e fushatës vetëm sa po vjen e poshtohet, takime të vazhdueshme në teren, kudo mbështetje, kudo bezim, kudo entuziazëm, kudo energji pozitive. Për këtë duhet t'i falenderoj gjithë strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës për punën e tyre të jashtëzakonshme, por mbi gjitha qytetarët e Vitinjës për besimin, mikpritjen e mbështetjen. Ne jemi të bindur që jemi në rrugë të mbarë përfitore me 12 tetor, jemi para qytetarëve me vizion, me projekte, me ide konkrete. Partia Demokratike e Kosovës Vitinjë ka zgjedhur një formë të bërit fushat, një formë ku garohet me ide, ku garohet me program, ku garohet me vizion të qartë, jo me fyerje, etiketime ndaj tjerëve. Do t'i respektojmë gjithë, përfshirë edhe kundërshtar tan politik, sepse besojmë që Vitinja ka nevojë për secilin prej neve. Vitinja është vend joni përbashkët i gjithëve dhe urojmë që në fund të fitojmë vlerat, për çka besojmë që kandidati ynë për kryetar të komunës Vitinjës dhe lista jonë fituese e këshilltarëve komunal vërtet përfaqëson vlerat jashtëzakonshme edhe profesionale edhe morale, që është zgjidhja e duhur për vizionin e Vitinjës në 4 vite tash. Panelistët po thonë që ka zbehje të pjesëmarrjes së qytetarëve në klubime politike, në aktivitetet e fushatës. Ju po thoni që përveç militantëve që janë tek ju, ata që po marrin pjesë në çdo herë janë. Ju e zënëzantët e partisë që japin këtë atmosferë, apo edhe ka interesim ka qytetarët që duan ta njohin të ke fundit programin e Partisë Demokratike. Po jo e fan faqe në pres, vetëm ta bëj një digresion. Ai për ko problemi, sepse në partitë politike veç program nuk paraqesin këta. Pyetjen 90% qytetarëve nuk e dinë programin asnjë partie politike. Thuj, numra me 3 prioritete një partie nuk e di, sepse këta bojnë, do thot propagandë. Dol propagandë, na kena me bë kështu, na jena më të mirë. Këta nuk bojnë, ne bojnë, ne jena më të mirë, nuk ka një platformë. Konkretisht, nuk ka një zotni. Unë problemin e ujit kam e zgjedhur na 2 vite. Kjo është kontroll. Kjo është konkrete. Me lidhje me çdo. Unë këto nuk peshet asnjë politikan. Edhe për këtë qytetarët janë largu sepse janë lodh më me propagandë. Edhe ne bojnë që i braktisin. Cilat janë 3 problemet të cilat prioritete zgjidhje për Vitinjën? Partia Demokratike e Kosovës ka me një program, me një platformë çast zgjedhore, cilën secilën ditë është duke prezantuar para qytetarëve të Vitinjës. 3 prioritetet tona kryesore janë uji i pishëm. Sot në qytetin e Vitinjës, edhe 12 vite pas qeverisjes së një kryetari, ka mungesë të çështjeve sociale, të ujit të pishëm. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës garanton që me çfarë mekanizma? Si të ta zgjidhë? Konkretisht, si? Janë investime konkrete. Hajt shpalese. Projekti është kryesor, është projekti me Bankën Botërore, i cili tashmë ka kaluar fazën e parë, është projekt 6 milion euro, ku përfshihet edhe komuna e Vitinjës. Sa përqind qytetarë kanë me përfitu prej këtij projekti? Nga ky projekt do të përfitojnë diku 70% e fshatrave të qytetit të Vitinjës. Është investime që do të bëhen në rritjen e kapaciteteve të ujit në Letni. A mbyllet kjo veç brenda mandatit? Tashmë brenda mandatit të parë të qeverisjes, domethënë bëhen investime të fuqishme në ujësjellës, infrastrukturën e ujësjellësit. Vetëm pak lutem. Dhe domethënë diku rreth 70% e fshatrave të komunës së Vitinjës do të kenë ujë të pishëm. Këto janë ujë të pishëm me post 24 orë veç me ndërprerje, se këto është problem. Me post 1 orë dhe 23 orë jo. Ujë të pishëm 24 orë funksional për fshatrat e komunës së Vitinjës. Dhe ky është një projekt i matshëm, i prekshëm. Kandidati jonë e ka sfiduar këtë edhe para qytetarëve dhe ne i garantojmë, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar komune është zotuar që nëse nuk arrin të përmbush zotimet para qytetarëve, do të ketë llogaridhënie dhe tërheqje jo vetëm nga posti i kryetarit komunës, por nga e gjithë politika. Prioriteti i dytë për neve është arsimi, sepse ne besojmë që arsimin komunën e Vitinjës ka nevojë për një funksionalitet më të madh. Mbi gjitha për rend të një disiplinë ku sakt edhe drejtori i shkollës, edhe nxënësi, edhe arsimtari, edhe prindi e din mirë rolin e tij. Mbi gjitha depolitizim.
Sakt. Prioriteti i tretë janë rinia dhe gratë, sepse ne besojmë që pa ngritjen dhe përfshirjen e jashtëzakonshme të rinjve dhe grave, edhe në procesin e vendimarrjes, edhe në procesin politik, edhe në zhvillimin ekonomik e gjithë bashkëm të kësaj shoqërie, është e pamundur zhvillimi i shoqërisë Çfarë të ofroni qytetarëve tash për bajrotin e gazetarit tonë? Me që çfarë konkretisht te rinia? Çfarë ju premtoni konkretisht trive? tek trit, e pora brenda qeverisjes Partisë Demokratike të Kosovës. Do t'jetë një kod i veçantë për startupet që hapen nga të rinjët. Do të fillojmë me 100.000 euro nga viti i dytë, për shkak që dua t'jem korrekt, viti i parë veç është vit që planifikon qeverisja paraprake dhe ndryshimet buxhetore nuk janë edhe aq shumë të mundra, por nga viti i dytë do t'jetë një kod buxhetor, duke filluar nga 100.000 euro, do t'jetë një komision profesional i cili do ta bëjë përzgjedhjen e përfituesve deri në shumën 5.000 euro për mbështetjen e startupeve të rinjëve. Për gratë diçka në program specifik? Për gratë do t'jetë e pora për krahun e zhvillimin e gruas. E pora, domethënë te gratë do t'jetë pjesëmarrja kandidati jonë vetë se ka premtuar 40% në postet publike, domethënë duke përfshirë edhe prej drejtorëve, do t'jenë ndaj grave. Sa drejtori e keni menduar se do të keni të drejtuara nga gratë? 40% në vitin në kushtet momentale janë 10 drejtore përfshin 4 gra minimumi. Do t'jenë vërtet lirimi nga disa taksat komunale biznesore, do t'jetë një bashkëpunim që pronat që janë pronat të grave dhe që kalojnë autorisi të grave dhe objektet, do me thonë legalizimi, taksat e legalizimit të tyre do t'jenë plotësisht falas. Gratë pashtu do t'kenë qasje dhe subvencionim edhe në aspekti i zhvillimit ekonomik lokal, edhe në bujqësi dhe në forma të tjera të ndryshme brenda kapaciteteve buxhetore lokale komunale. Zoti Xhamari, si keni pa profilin e 4 kandidatëve që garojnë për të postën e kryetarit të komunës? Njëri është në garë për herë të parë, ndërka që 3 të tjerë tashmë veç ka një provoj në gara zgjedhore. Por edhe në pushtet, sa janë shanset të tyre? Është e vërtet që 3 kandidat, do me thonë janë kandidat që njeni mo 3 mandate i ka bo, të tjertë spaku një 5 vjetë janë, do me thonë, kandidat ose pretendent për komunë. Kandidati tjetër është për herë të parë, e vërteta është që të i pas parasysh këtë zhurmën politike ose aktivitetin politik që i kanë bo, këta 2 kandidat qalojnë krahasu me kandidatin më të ri. Se kandidati më i ri ka qenë shumë më i zëshëm në jetën publike dhe kritikën ndaj opozitarizmit në viti. Kritikën ose opozitarizmin në viti. Fati është që partia që ka qenë më aktive është më e vogël si parti, me numër të vogël, dhe me thonë kandidati fushatën e ka bo vetë. Edhe programin edhe fushatën e ka paraqit vetë, pa naj besim të madh të një ekip më i gjatë. Ndërsa vrejtjet e mia kryesisht janë te 2 kandidatët që, do me thonë, kanë qenë pretendent, edhe nuk e kanë ngrit zërin e tëne opozitare, kanë fjalën zërin ryshe, për problemet me të cilat ballafaqohet komunë. Po njëri veç ka qenë bashkëqeverisje. Jeni ka qenë handikapum për shkak që ka qenë pjesë e qeverisjes. Me qenë pjesë e qeverisjes edhe me lujtë rolin e opozitarit edhe kritikusit pushtetit është shumë zërë edhe nuk mundet. Nuk dhe se qytetari të akuzën për atë shajki përgjegjësi. Kërkon përgjegjësi për atë. Unë nuk kam mujt me kuptu kandidatin e vetë vendosjes për heshtjen e tena ose jo aktivitetin e mjaftueshëm opozitor tena karshi problemeve dhe karshi qeverisjes në komunë. Në me thonë, për shkak se që është mirë qeverisja në komunë, nuk
s'kam fare dilema se është keq. Ka qenë keq. Nuk ka qenë qeverisje që do me thonë këtë qytetare meritat. To e pas parasysh te shërbimet kryesore i përmend ujin, to e pas parasysh edhe problemet tjera. Si arsimi i mjedisi, po ashtu infrastruktura publike. Me arsimin në komunë tonë, jo në komunë tonë, këtë Kosovën, po na po flasim se na po na dhënë viti. Po e kemi fokusin në bajgi i madh. Si për çështjet e kuadrit, që zgjedhët e që shkon, puna, vlerësimi brenda shkollave, institucioneve, po edhe kushtet e punës në disa objekte në shkolla që janë për shembull trauma. Pavarësisht se në disa janë begit mira kushtet edhe. Në këtë aspekt, unë mendoj që kandidatët që kanë qenë në garë, o dashtën zonin e tyne më janë dëgju për këta probleme jo një herë. Në fushat nuk bëhet fushata për një muj ditë. Fushata bëhet a ditë që të mbyllët zgjedhet kandidati që i ka përgjegjësitë. Ajo fillon fushata me përgadit ose me majt peng për premtimet edhe për përgjegjësitë që i ka kryetari. Vazhdimisht përgjegjës. Do me thonë për herë duhet me majt opozita sidomos, me majt përgjegjës për gjitha veprimet ose mos veprimet që i bën. Se ka mundësi edhe me vepru, në komunë tonë ka plot punë që janë bon. Po cila është cilësia e tyre? Cila është kompetenca që me atë punë janë kry? Ku është, do me thonë, përgjegjësia e këtëne kandidatëve që i do me thonë kanë tregu për nivelin e keq të punëve, nivelin e dob punëve, do me thonë cilësisë në arsim, mos punën në shkolla e tjera, do me thonë, ose në shëndetësi e tjera. Do me thonë, këta pavarësisht se une nuk po do me thonë, në këtë aspekt më konë zoni e opozitës. Problemi është cila ka qenë opozita mrene 4 vjetëve do të me pa. Shka ka thonë opozita edhe ku janë premtimet e saj që ka me bon ndryshe. Cila janë premtimet e saj që ka me bon ndryshe, me cilin ekip ka me bon ndryshe, me cilët njerëzve qytetarëve tonë do të mja mush menën opozita që kërkën ndryshim, do me thonë qysh ka me ndryshu edhe shka ka me bon. Në këtë aspekt, une, do me thonë, kam dilema, kam bajgi për opozitarizmin, që është bon mrena kësaj kohën viti, ndoshta me fol për opozitarizmit e njëni prej kandidatëve del keq njeri, se ai ka fol shumë, po tash problemi është sa janë reale ata që mundet me i bon njeri, se ti nuk do me thonë veç me folën, me kritiku, edhe me bon premtime, qare bjen kokë, ose premtime që problemi është qytetari duhet me pa. Atë vrejtje që i ki, a munësh me i bon ryshe, a cilat janë kapacitetet të tua që munësh me i bon ryshe edhe me kanë ki me bon. Në qëtë aspekt, opozitarizmi në viti ka të meta, unë me lej, për ato edhe gara, për ato edhe kjo farë niveli, do me thonë, i qytetarve, kritika e qytetarëve do me thonë është zbe, se kritika e qytetarëve duhet me marrë zonë prej opozitës. Do me thonë, s'ka pas, si ka dhënë zë, opozita duhet me thonë zonë, duhet me thonë fuqi qytetari, se qytetari është individ, i pa organizuar, ai duhet me gjetë vetën të një subjekt, të një alternativ. Alternativa që ja franaj. Normalisht, unë nuk do me folë për këto që përmeni prioritetet tash. Cilat janë konë prioritetet edhe vrejtjet edhe kongullësia e një partije gjatë këtë mandatit ku në këtë komunë o bo keqë. Edhe ku o mirë, do me thonë, se një parti që nuk thët dikon o mirë, do me thonë, dhije që ta rritu atë dhe dështime, sigurisht. Ku është keq e ku o mirë. Do me thonë, në këtë aspekt, une, si qytetar, po thamë, pavarësisht se jam në për partije këtë sene, kam vrejtjet e mija që opozitarizmi në viti ka qalu, edhe menoj që i kanë dhonë hapsin kandidatit që është e tepër ka mandatit i 4 me kandidu edhe me onë shprejhe. Do të themi sërish kësaj, se janë apretni të ketë një ndryshim, në viti, zoti Mehmeti,
si shihni profilet e kandidatëve që janë në garë për të marrë postin e kryetarit të komunës në Viti? Unë besoj që duhet flasmi për programet që përfaqësojnë këta, jo për emrat përveçëm, sepse na nuk jena për në këtë kuptim pse me i përmend si emrat përveçëm. Ne nuk po gjykojmë individualisht, po për ato që përfaqësojnë për subjektet e tyre, për programet. Do thotë, ideja është që ne ti ballafaqojmë programet e tyre, çfarë ofrojnë, çfarë jo. Po ju tha që s'po ofrojnë asnjë program. Po me ato që ofrojnë, sepse diçka thonë. Kështu që në këtë kuptim besoj që pak a shumë janë të njëjta, do thotë programet janë të njëjta, premtimet pak a shumë janë të njëjta, mirë po ajo çfarë mungon, përgjithësi është mekanizmi i zbatuesi këtyre programeve. Pra, cili mekanizme përdorim për, siç e tha zotëria konkretisht. Ja, ne kemi fituar këtë grant, do ta zbatojmë për kaq, për ky është projekt edhe premtim konkret. Jo me fol në aspektet përgjithshëm utopi, ne do ta bëjmë, po si do ta bësh? A e ke projektin gati, a e ke planin gati, a e ke, edhe sepse në fundit është një kontratë që e lidh me qytetarët. Ne do ta premtojmë këtë, e nënshkruan një lloj nënshkrimi verbalisht me qytetarët. Pritni ndryshim të pushtetit në Viti, të zgjedhje me të zgjedhjet të 12 tetorit. Shpresoj, dëshiroj edhe besoj që do të ketë ndryshim, edhe duhet të ketë ndryshim, sepse një kryetar për 12 vjet që nuk ka qenë gjendje me gjërat elementare, me i përfundu, nuk e di çfarë mund të ofrojë më shumë. Edhe hipotetikisht, nëse do të kishte punu mirë, është konsumuar. E lërë më që e ka bërë të kundërtën. Në këtë kuptim, pedia qytetarëve duhet me qenë shumë më e lartë. Por unë pajtohem me zotërinë parafals që tha që nuk ka pas opozitarizëm. Vetëm një përfaqësues, unë me atë sa kom përcjell seancat e Kuvendit Komunal, vetëm Liridona Bislimi ka qenë, si thosh, zëri fuqishëm i opozitarizmit dhe që i ka thonë konkretisht kryetar këto probleme. Pra, konkretisht, sepse me bo propagandë është shumë kollaj, mirë po me i thonë konkretisht që këto nuk e ke bërë sepse projekti ta Azëm i Qerdhës që ishte në Drobesh, që pa drejt është përfitu si investimi komunës derisa ishte ministrisë, kjo është, do thot, akuzë konkrete dhe në këtë mënyrë si thush bët opozitarizmi. Unë vetëm Liridonën e kam pas që ka qenë më konkret. Kam Viti ka pasur një vëllai luftë mes pushtetit lokal dhe qeverisë për merita. PDK-ja, se me qenë se zotëri këtu, se besoj që e kem drejtën më tepër për me dhënë jehun këtij argumenti. PDK-ja me atësa e kumpohën, në përgjithësi, sepse ka pas edhe raste kur ka bërë akuza, përgjithësi ka qenë si nën strofël, pra ka nejtë si nën hipotetikisht si ajo moca në sofër që rre. Hajt, se mos po përfitoj diçka, se hipotetikisht zgjedhjet e ardhshme ndoshta lidh me koalicion, edhe mos shpalojmë shumë se mund të na dëmtoj tjerë. Unë nuk e di ai kam bërë këto kalkulime, mirë po a kështu është perceptuar. Konstatim i gabuar. Mund të televizioni me leje. Perceptimi vetëm ta përmend. Perceptimi është si rezultat i projekcionit që e keni dhënë ju. Okej. Një replikë zë. Ju edhe si televizioni keni përcjellur seancat e Kuvendit Komunal dhe unë jam shumë i bindur, këtë ka parë qytetari i Vitis, shumë opozit ka bërë Partia Demokratike e Kosovës se sa vetë partia tjetër opozitare vetëvendosja. Po ju shihni zotërin Saiti. Megjithatë, ne kemi kritur zërin sa herë që është cënuar interesi qytetar. Ju e dini edhe zotëri Haxhiu, edhe për shumë qëre. Për shembull, ju e dini kush e ka iniciuar dhe kush e ka shtyr tutje çështjen e foljes së tatimit në prodë. Domethënë ai proces ka qenë i bllokuar dhe ka qenë vota e Partisë Demokratike të Kosovës dhe inicimi i kryesuesit të Kuvendit Komunal që atë çështje ka shtyr tutje. Ka pasur edhe shumë tema të tjera që na kanë dalluar, domethënë si partneri i koalicionit, gjë që ne nuk duam të ikim përgjithsisht. Por ne kemi sjellur në Viti një mentalitet më ndryshe. Partia Demokratike e Kosovës ka udhëhequr me 4 drejtori në Viti. Merrni matjet e Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal. Ministria Administrimit Pushtetit Lokal nuk udhëhiqet nga ne. Udhëhiqet nga një subjekt tjetër. Drejtorat e Partisë Demokratike të Kosovës janë me performancën më të lartë. Duke filluar prej drejtorisë kulturës që kam pas fatin ta udhëheqon ka qenë 100% të drejtoria e administratës, drejtoria e shëndetësisë, drejtoria e urbanizmit. Është dashur të pritur
12 vite, të vije një drejtor i administratës i Partisë Demokratike të Kosovës ta ndolë erën e ndërmimin në objektin e administratës komunale. Ju po thoni po ujtë peshëm, po ju keni qenë koalicion me një parti, pse se keni bo për 4 vjetë? Të lutem, parimi im është që dëgjaj, unë jam gjendje me dëgjoj. Jo, bështë është debat është. Por emision në moderon të kështjetë. Sepse monolog të dhonë, mu i me bo monolog. Unë jam gjendje me dëgjoj një. Dialog është. Unë jam gjendje me dëgjoj një. Po kur flas kam dëshirë të dëgjoj. Argumentet e juaja zoti Saiti. Unë nuk e kam problem, një orë dëgjoj, por kur të flas kam qef me dëgju. E dyta, a mo dësh me di që në fushat nuk je këto? Tu jemi një debat që duhet me debatu. Këtë rregull, unë për ato të debatuar jam këtë dhe jam përgjigjur pozitivisht tesës së ndëruar. Prandaj, por u pajtuhe me zotriun tek pjesa e programit. Unë jam i thtar dhe besoj që partitë politike duhet paraqesin program konkret e të matshëm para qytetarëve. Për këtë, ne jemi kujdesur që secilin premtim e secilin projekt t'ja motim edhe kostën financiare. Sepse është letë të premtosh, por është shumë e rëndësishme gjithmonë kur premtosh diçka, duhet ta dish burimin e financimit, në që t'jesh edhe i besueshëm para qytetarëve. Komuna e Vitisë për shembull pritet që për 4 vitet e ardhshme diku të ketë një investime kapitale pak më shumë se 16 milion euro. Dhe ne, do me thonë, projektet tona janë të bazuara në këtë kornizë të projekcioneve buxhetore që i parashihen për komunën e Vitisë në 4 vitet e ardhshme. Prandaj janë projekte të matshme, janë projekte konkrete, janë projekte në interes të qytetarit dhe janë projekte të realizueshme me buxhetin komunal të komunës së Vitisë. Zoti Zajti, ju përmendet 4 drejtoritë që i keni pas në bashkëqeverisje me LDK-n. Vetëm një drejtar është në garë për Asamble Komunale, ndërkaq 3 të tjerët janë jashtë garës, duke përfshirë edhe ju. Pse nuk jeni pjesë e garës për Asamble Komunale? Pse nuk delni të merrni votën e qytetarëve? A është kjo si ikje nga përgjegjësitë juaja sa keni qenë në ekzekutiv? Jo, nuk besoj. E para, dihet që drejtorët komunal janë poste të emëruara dhe nuk janë poste të zgjedhura direkt nga vota qytetarëve. Unë me rekomandimin e partisë, me diskutimet gjitha që janë zhvilluar brenda forumit tërë, kam zgjedhur që t'jem shef i shtabit zgjedhor, besoj që është një përgjegjësi, edhe më një përgjegjësi shtesë se sa t'jem vetëm kandidat për kuvendin komunal, dhe jam duke u munduar që me gjithat çka di e çfarë mundem, ta bëj punën sa më të mirë të mundshme, në mënyrë që shtabi jonë të ketë edhe pozitivitetin, të ketë edhe energjinë dhe me 12 tetor bashkë me ekipin tonë të jashtëzakonshëm të arrijmë ta kurorëzojmë këtë proces me fitore dhe me në mënyrë. Me shku prapë me Sokullin për një koalicion. Jo. Shku prapë me Sokullin, me asgjë, edhe 4 vjetë këtë qeverisje. Me dumotetur, nëse nuk i ki informatat, me dumotetur. Jo zotrin e përgjith që ati njeri për 4 vjetë këtë qeverisje i keni dhonë oksigen. Me dumotetur, viti vjen kryetari i ri Bekim Azizi, sa për konfirmim. Sokol Haliti nuk e kemi zgjedhur, ne e kanë zgjedhur qytetarët e Vitisë të kaluamën, ne kemi respektuar gjithmonë vullnetin qytetar, besojmë çaj për çaj vullneti qytetarëve me shku në koalicion me ta. Kur Partia Demokratike e Kosovës ka qenë neutrale, nëse nuk i informata, nuk ka bërë koalicion me asnjërin prej subjekteve politike para ballotazhit. Këtë informacione besoj që duhet t'i japim. Qytetari i Vitisë para 4 vite ka pas vendosur që Sokol Haliti ka fituar në raundin e parë dhe ne për ta zhbllokuar procesin, sepse e kemi shembullin më të mirë sot kur bën këto barrikadimet rreth koalicioneve në nivelin qendror, se si po pson qytetari i Kosovës, si po bllokohen institucionet dhe t'jeni bindur ma keq që ka ma keq që u bë për 4 vjetë, viti nuk ish bë edhe blokot me pas. Sepse kur o blokot, s'poku nuk bot keq. Që kur ecë edhe bën keq. Jo të e din, nëse Partia Demokratike e Kosovës nuk do të zhbllokon të procesin, në viti nuk do të mund të votoj as buxheti e as në nismë procedurë tjetër. Po është Kjo është fajse. Jo, sepse ligji për veçeverisje lokale në Kosovë ka dhënë një pushtet kryetarëve të komunave. Ne edhe nëse kishim shkuar në zgjedhje, nuk kishim shkuar në zgjedhje për kryetar komunal. Kishim shkuar në zgjedhje për kuvendin komunal. Që mendoj që sekretari i komunës ka
numrat në asamblea dhe ajo Kjo është dhe unë besoj dishta vetëm ta shtoj këtë që qytetari i Vitins ish kryetarit i ka dhënë mundësi 12 vite, ai për 12 vite ka pas mundësinë edhe me u shërby edhe me kry projekte, sot pas 12 vite qytetarët e Vitinjës përballën me mungesë gjërave elementare, siç e diskutuam, tu fillu prej ujit pishëm e gjërave tjera me bazike, edhe përfundimisht besojmë që në Vitinj është koha, klima dhe besimi qytetar për ndryshim, e besojmë shumë dhe jemi të bindur në këtë që besimi i duhur është, ndryshimi i duhur është kandidati ynë Beki Mazisi, sepse paraqet edhe një përvojë të jashtëzakonshme edhe qeverisjes lokale, edhe një background mirë morale, kombëtar, po mbi gjitha ka një ekip të jashtëzakonshëm pasojtës. Zoti Xhamali, çka pritni nga zgjedhjet e 12 tetorit në Viti? A pritni të ketë ndryshim dhe pse qytetarët e Vitis duhet të dalin në votime? Unë edhe pak më herët thash krejt angazhimi përpjekjet e partive politike duhet me qenë që qytetari me kon aktiv. Qytetari me dal edhe me fol. E folmja tash është veç me vot, tash në zgjedhje. Po unë problemin e kam që gjatë 4 jetëve, do me thonë duhet qytetari me fol përmes partive politike. Cila është e folmja? Ka me dal tash në zgjedhje. Cila sa kanë fol, ku kanë fol, ku janë konën menimi ndryshe, PDK-ja, mos janë përfaqësuesi i PDK-s to, ku kanë menimi ndryshe, ku kanë kundërshtimi i PDK-s, edhe tash ku do me thonë cila është mesazhi për qytetarët i koalicionit PDK-s me LDK. Do me thonë, ai do me thonë cila është. Unë i tash edhe më herët, problemi është ka qenë, se tashmo është edhe edhe opozit është problem, dhe me thonë. Në politik, dhe me thonë, ti ja je pjesë e qeverisës, ja nuk je. Edhe pjesë e përgjithësisë. Përgjithësisë, qeverisës, ajo nuk kupton përgjithësi. Qëta aspekt, PDK-ja ka me pas vështirë, PDK-ja ka me pas vështirë me arsyetu bashkëqeverisjen edhe defektet që kanë ndodhur brenda këtij mandati. Do me thonë është problem me arsyetu. Tash çysh i arsyeton është vetëm me pasur pi koalicionit. Kam fjalën se arsyetimi i qeverisjes, bashkëqeverisjes nënkupton vot. Për kanë. Nëse arsyeton mirë, do me thonë qeverisjen që ti nuk mundesh me arsyetu veç një pjesë. Do me thonë në kupton vot edhe për Sokolin, edhe për sigurisht Bekimin. Në çet kuptim, do me thonë PDK-ja i ka vështirësitë për fushat. Për me bind elektoratin. Se është ndryshimi. Ka më kon ndryshimi. Sa ka më kon e suksesshme, do me thonë varet pi PDK-s. Pajtohem plotësisht që edhe niveli i përgjegjësi duhet jetë, edhe i llogaridhënies pas një me dyshje. Por unë besoj që krahas kësaj janë edhe çështjet parimore, do me thonë funksionimi, sa shumë më parë, i drejtorëve të PDK-s brenda këtij koalicioni ka qenë jashtëzakonshme. Unë i pyetni qytetarët, dilni në shesh, edhe dini, do me thonë qytetarët që drejtorat e Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë më vendimars, kanë qenë më të pavarur, kanë qenë drejtorë që kanë qenë më në shërbim që të qytetarit e drejtorë që kryejnë punë. Mbi të gjitha, brenda drejtorive tyre kanë sjellë një dinamik e një energji tjetër. Prandaj unë besoj që ndryshimet janë gjithmonë të mira dhe selësore, sepse ndryshimet sjellin energji. Vetëm në Kosovë që diskriminohen janë ofiçarët në Viti në nivel të Kosovës. Drejtori është i tënë, i PDK-s. Në çfarë mënyrë diskriminohen? Diskriminohet me koeficient. Kush ka përcaktuar koeficientin? Ministria, qeveria ka përcaktuar. Po raportin edhe ndryshimin e koeficienteve bën drejtori me personelin edhe me kryetarin. Ka nivelit lokal, përgjithësi nivelit lokal. Përgjithësi ose drejt për drejt. Që tash në çet kuptim po them. Kjo nuk qëndran. Nuk qëndran. Ligji i pagave ka rregulluar. E ka qenë a bën lutem lidhur për këtë temë. Ligji i pagave ka bërë një selektim dhe një rregullim të koeficienteve të pagave në nivel të Republikës Kosovës. Vetëm pak.
Ministria e Punëve të Brendshme, domethënë që bie ky ligj i pakave në kodër të saj, domethënë, ju ka dërguar komunave një paragraf shtesë ku ju kërkon një seleksionim dhe një rirregullim të vendeve të punës. Kjo çështje shkon nga kryetari i komunës. Kryetari i komunës ka qenë i detyruar që ta bëj një komision në konsultim me zyrën e personelit dhe ky proces është fatkeqësisht këto muajt e fundit është bllokuar. Se viti ka ngecë kjo. Ajo viti diskriminon. Drejtori është aty. Skënderbeu është drejtori të. Por që ata unë jem të thonë që përgjithësia... Por drejtori nuk o qose të koeficienti i pogave me ligjin e pogave. Zoti sa 100% është këto. A nuk mendoni se drejtori ka përgjithësi i administratës ta ndërkoj përpara këtë çështje, që të gjejë zgjidhje në bashkëpunim me kryetarët. Drejtori i administratës, sepse e kam diskutuar këtë temë edhe me të, jam i njohur rreth kësaj teme, ka bërë kërkesën edhe te kryetari i komunës, kërkesë zyrtare, edhe tek zyra e personelit për rregullimin e kësaj çështje, por fatkeqësisht unë mendoj që për çështje nashti edhe politike, edhe elektorale, kjo çështje është bojkotuar dhe ndjej natyrisht që ndjej keqardhje për ata persona që pavarësisht politikave ditore janë ata njerëz që meritojnë një trajtim e një respekt ndryshe për çka punojnë në komunë vitinjës dhe kur punojnë oficialt. Eksakt, janë njerëz eksakt. Janë diskriminuar me 100 euro në start. Domethënë, 100 e sa. Zotë Xhamali, si e sheni problemi është kur jemi te kjo çështje ka shumë sektor, për shembull edhe tek qytetarët janë me çështje më tjera, me dhon hapësirë, janë disa sektor që janë neglizhuar edhe që me ta është bë padrejti e madhe. Për shembull edhe tek unë është sektori bibliotekës, sektori arkiva, ku domethënë koeficienti është 8 i olt, saqë është nën personelin teknik, që sinqerisht është për keqardhje, po këtë nuk e ka rregulluar në mënyrë të duhur komisioni brenda ligjit të pogave që ka bërë. Kam parasysh, nuk do të futem kësaj teme. Xhamali apo mendon se po beson që po të kishte pasur vullnet politik, do ta kishin zgjidhur këtë problem, se për këtë koeficientit të pagave, për ta nuk jem për pagave, për ta votuar çfarë kjo veç një për me tregu përgjithësinë, një aspekt të një persone ose një udhëheci brenda drejtorisë. Domethënë, nëse kryetari është kom pengesë, do është koalicioni me ngritë zonën për këtë punë, po zonë. Ndryshe, edhe me bë publike këtë problem, një prej probleme. Nëse e keni përcjell seancën e Kuvendit Komunal, nga shefi i grupit të parlamentar, pikërisht kjo çështje është iniciuar edhe në Kuvendin Komunal. A mos u zgjidh? Problemi është ta tregova rrugën e zgjidhjes. Uroj që unë besoj që besoj që ne duhet të flasim për çështje më elementare, që ne prekin jetën e qytetarëve. Tazëm për të gratë, me qenë se mbeti këto, me qenë se përmendje edhe është besoj që një tim shumë e ndjeshme dhe ku do duhet të ishte fokusi më i madh. Komuna e Vitis, me korrigjoni nëse jam gabim, jep 100 euro për lindja, po? Besoj jep. Asnjë cent? Jo. Asnjë cent nuk jep? Asnjë cent, jo. Jo, deri tani s'ka një... Në programin tonë zgjedhor... Si ka mundësi kjo me ndodhë? Në programin tonë... Si ka mundësi mos me pos qirë për lehonat dhe të mjaftueshme. Si ka mundësi Irfana në çështje tjetër? Si ka mundësi vetëm 9 muaj me qenë pushimi i lehonisë? Imagjino me 9 muaj, si mundet një gru mas 9 muaje, si janë gjendje me lanë fëmin edhe me shku me punë. Nuk ka qertë. Pra, deri në shtetet tjera është 2 deri në 3 vjet garantohet zgjatët. Pushimi është 1 vjet. Edhe për më tepër unë kam menduar që në 100 euro mirë po nuk qen ka fare, kjo është e tmerrshme. Tek pjesa e subvencionimit, domethënë pikërisht kjo çështje është në programin tonë që është trajtuar. Ne domethënë nga viti i dytë i qeverisjes do ta fillojmë me 200 euro. Tash pas ka dalë gjumi më 4. Për çdo lindje, për të vazhduar varësisht nga rritja e buxhetit në të ardhmen. Unë nëse do të isha gru nuk e kisha votuar PDK. Pse? Për 4 vjet nuk e ka ngrit zonin asnjëherë për këtë çështje. Tash del fuzhon thotë na ke program. Kur futesh koalicion me dikën, kur futesh është një lloj kompromisi. Ti i paraqet kushtet e tua, ai paraqet këtë vetat. Pra, ju do të një 3 prioritete në zonë. Zotri, ne futemi në koalicion, mirë po me këto prioritete të cilat duhet me i pas.
Pse nuk e kam post fokus gron, mirë po tash po shoh dolin thënë sa për jam marrë vot. Ka qenë pikërisht, ka qenë pikërisht ndershme kja, politikisht. Para 3 muajve në vitin ka qenë iniciativa, domethënë, nga qeverisja për rritjen e çmimit të qerdhës. Ka qenë pikërisht Partia Demokratike e Kosovës edhe vota e saj që ka ndalë këtë, sepse do të ishte një borë jashtëzakonisht e rëndë për gratë dhe nënat e komunës e Vitit. Ashtu zgjidhet kjo. Kjo, nuk zgjidhet duke e minimizu, si me thonë, duke e votu që mos më ngrit. Kjo zgjidhet duke e shtu numrin e qerdheve për të posta më shumë qerdhe. Por edhe për këto ka qenë iniciative e Partisë Demokratike të Kosovës, ndarja e lokacionit para 2 viteve për qerdhën në komunën e Vitis. Kam pas përfundu gjitha procedurat e tenderimit, po fatkeqësisht qeverisja e bërgëqerdhi nga Vitinja në Kamenis. Po jo me qenë si nuk keni dëgju hiç, ti po thu për 4 vjet, nuk na ka leju me bon, nuk na ka leju. Pse mos ti s'keni dorë për koalicionin? Jo, nuk na leju, ne i kemi bërë këto iniciativa, i kemi shtyr, pse nuk është i kemi shtyr për qerdhja, domethënë momentin e fundit të rrit nga tenderimi nga Ministria e Arsimit, që besoj për shkaqe politike, edhe pse nuk jam hithar i kësaj luftës qeverisje lokale, qeverisje qendrore, jam larg asaj, sepse besoj që pavarësisht kush shohej qeverisjen qendrore, pavarësisht kush shohej qeverisjen lokale, duhet të jetë një bashkëpunim jashtëzakonshëm mes vete, sepse fokusi joni përbashkët duhet të jetë qytetari, për mua, për gratë. A keni çtani që me dhon subvencionim për gra? Si është? 200 euro, thash, 200 euro për lindje, domethënë nga viti i dytë i qeverisjes. Po ashtu edhe tek qerdhat. Ne, domethënë, synojmë që brenda mandatit në viti të ndërtohen edhe 3 qerdhe të reja. Në cilat vende konkretisht? Një qerdhe do të ndërtohet në tek shkolla atje Dëshmorët e Vitis, ku ka qenë edhe lokacioni i ri. Qerdhja e dytë, domethënë, do të ndërtohet në Smirë dhe në lokalitet bashkia lokale Smirë, Vërban do ta përfshijë atë pjesë, dhe qerdhja e tretë besojmë që do të jenë bashkinë lokale Pozhëran Slatin për shkak të nevojave të mëdha të qytetit dhe gravitacionit jashtëzakonisht të madh të qytetarëve. Për këtë besojnë që janë edhe kushtet, sepse janë edhe hapësira publike që e mundson domethënë krijimin dhe vazhdimin e këtij projekti. Zoti Xhamali, për të mos u zgjatur shumë në tema konkrete, a shihni balotazhin si të mundshëm në viti apo edhe koalicione pas zgjedhore? Sipas momentit, parashikimeve të momentit, gjendjet që shesha une, tu e pos parasysh se tash ngarjen 4 kandidat, bollëtar në viti, për ma mërmenja 100% që do të ketë. Edhe tash tjetër çështja është tani kush me kënd do të jetë, edhe kush do të qeverisë. Edhe kush do të jetë ai që domethënë mundet me dal kalkulues në këtë zgjedhje. Po me fol sinqerisht, domethënë menimi jam është që bollotazh ka me pas 100%. Asnjëri do të mund të fitoj pa e kaluar bollotazhin? Asnjëri nuk mundet me, sipas meje, nuk mundet me fitu se pa bollotazh. Pa bollotazh ka mujt me fitu, mu paskon mirë kandidati e marë, kish mujt me fitu kandidati i vendosis, se me 13.000 votat partijës, kryeministrit ose të VV-s, kandidati me met me 6.000 vota, 5.000 vota, dhe me thonë është keq puna. Dhe herën e kaluar kanë hyrë me 13.000, nuk ka marrë 6.000. Do me thonë problemi është te struktura e një partije mrena vitijës. VV-ja ka gjosa të mëdhaja, ne konë parti fituese, po zgjedhjet e kalume e kanë demantu keq, edhe nuk e di elektorati sa ka ndryshu, unë nuk shëna i ndryshim të madh, kandidati i VV-s nuk ka tregu leadership, nuk ka tregu në viti që ka me bo ndryshe, çka ka me bo ndryshe edhe me kanë ka me bo ndryshe. Për ndryshe, si pas zhvillimeve që shirkon, pavarësisht se unë nuk pajtohen me ato zhvillime, ai ka pas gjosa me marrë komunën lehtë.
Po deri tani, ku kanë qenë favorit për të fituar zgjedhjet? Nuk ka favorit sipas meje në çdo zgjedhje, nuk ka favorit. Kandidatët janë të barabartë në garë, njëri cili është në përsi me tjetrin. Aty këtu. Pak kanë me dallu në me tjetrin. Por kandidatin që po kandidon për herë të parë, e sheni në përsi në raport me kundër kandidatët e tij? Që në përsi nuk muj me po se është një parti që s'ka elektorat. Një parti pa elektorat është problem me pa bazë. Po çka votojnë qytetarët? Është kandidati, është programi i qeverisë, apo është partia politike? Qytetarët që ish dasht me votu, ish dasht me pa programin, ish dasht me pa punën, aktivitetin e partijës para 4 vjeç që ka bo, edhe ish dasht me pa ekipën e kandidatit me cilë do me qeverisë vitijen, edhe me votu. Tash, une nuk muj me full për qytetarin, pse nuk partit politike, dhe me thonë, ja kanë pa mundësu me po qytetari këtë punë. Dhe me thonë, pavarësisht që për shembull kandidati e VV-s, gjithat numër të votave që e ka pas partia, nuk i ka atë vota si kandidat. Nuk e ka treguar, dhe me thonë, seriozitetin që dënë me qeverisë. Kjo është ma thellë si temë. Edhe si temë është. Kandidati PDK-s, thash, çka e penalizon edhe çka se penalizon, dhe me thonë, kjo farë bashkëqeverisja, kjo pjesa e llafët e në opinion që, dhe me thonë, ky priti treti me dalë, edhe tani këta dy cilët e ju në gjitë, dhe me thonë... Pikrisht për këtë... Ja, po do me thonë, opinionit, realitetin ndryshe. E realitetin, tani tjetër, edhe kandidati i AK-s, dhe me thonë, bazën e vogël, premtimet të për të moja, mirë po realizimi është problem. Tani, penalizimi që i bëhet kandidatit të LDK-s është mandati i 4, edhe është bajgi problem. Po në këtë situatë, merre me men, janë nga të këto. Kjo është garnitura që ju e shini si pas me. Si cigarë zgjedhore. Zoti Mehmeti, a mund të kaloj vitia pa balotazh? Unë kam qenë thorë dhe jam që balotazhi më heq, Elfan. Kuptimin që është sepse e deformon vullnetin e qytetarëve. Ka ndodhur që në një zgjedhje në një komunë 48% i ka fituar në rundin e parë, për paksën e ka kaluar, në rundin e dytë ka humb për shkak se janë bërë bashkë. Kështu që këtë kuptim kjo të tërson vullnetin e qytetarëve dhe unë jam për me heq mirë, po me qenë se ekziston ende, unë viti besoj që do të ketë, duhet të ketë, edhe me qenë se jem këtu, unë duhet të përmend edhe emra, besoj që Arsimi Delipori dhe Sokoli i dyti, unë kështu e shoh rezultatin e balotazhit, pastaj kush fiton është çështje me kë bëjnë koalicion. Edhe unë besoj që këtu do të jetë PDK-ja përcaktuese. Me këtë do të bëj koalicion, besoj që për shkak të numrit, duke qenë forcë e tretë, që unë e shoh, atëherë do të jetë përcaktuese për fituesin. Mirë po unë do t'ju kisha uruar që jo me Sokolin me zgjat jetën edhe 4 vjet. Në pushtet po mendoj me zgjat jetën. Po sigurisht jetën politike, po flasme. Partia si e sheni a do të ketë vitia balotazh? Gjithsesi, ne jemi shumë parimur dhe jemi me këmbë tokë, viti do të ketë balotazh, pas një me dyshje, me bindje, tu e po dhe rezultatën të rend, tu e po punën e jashtëzakonshme, edhe sondazhet e brendshme që i kemi në subjekt politik, pas një dyshim, kandidati ynë do të jetë pjesë e ballotazhit dhe pas ballotazhit do të jetë fitues i zgjedhjeve në komunën e Vitisë, sepse unë besoj që mbi të gjitha në zgjedhjet lokale është shumë e rëndësishme profili personale politik i kandidatit për kryetar komune. Është kjo vjen shprehje shumë më shumë se sa në zgjedhjet nacionale. Prandaj duke marrë për bazë parasysh këtë, duke marrë për bazë parasysh profilin e kandidatit tonë për kryetar komune, përgatitjen e tij, programin zgjedhor, afërsinë e tij me qytetar, tu e marrë parasysh që vjen prej një nga lokaliteteve më të mëdha në komunën e Vitisë, siç është Smira, ku edhe në të kaluarën ka dëshmuar një mbështetje të jashtëzakonshme ndaj tij. Mirë, po në të kaluarën ka mbeti treti.
Jo, herën e kaluar në Smir kandidati ynë i ka bërë për 67% të votave. Ai nuk tu kandidu për Smir, tu kandidu për Vitin. Po megjithatë është një barzë e rëndësishme elektorale, prandaj ne jemi të bindur që kandidati ynë do të jetë pjesë e ballotarit. Unë nuk besoj për shkak se kandidati ynë do të jetë kosti e tij do të jetë për shkak të pjesëmarrjes në përkundrazi. Unë besoj që kjo do të jetë mundësi për të ardhmen, ka shpërndajë si përvojë. Ti po mendon që bashkëqeverisja e favorizon? E favorizon disa avantazhe. Përkundrazi, unë besoj që mënyra leadershipi i tij udhëheqjes në Kuvendin Komunal është si përvojë të mirë bashkëqeverisja. Përvojë personale e tij mund të jetë. Mirë, po jo përvojë e mirë për qytetarët. Unë besoj realitetin dera nuk është i mirë. Unë besoj që qytetarët e komunës Vitis ka nevojë për një personalitet që njeh mirë punën e komunës së Vitis, jo për një personalitet e para, ata mund të kenë respekt me votën nuk ja japin. Sepse thonë që ky ka qenë 4 vjet, edhe këto që na kanë dhënë për 4 vjet, janë përgjegjësi e këtij. Ai për 4 vjet ka qenë. Unë po flazorin demokracinë e qytetarëve. Jo, pjesë e jashtëzakonshme e udhëheqjes, domethënë e leadershipit, sidomos Kuvendi Komunal. Kuvendi Komunal i Vitit ka qenë pasqyrë e mënyrës së udhëheqjes, e unitetit dhe shtyrjes së përpara të shumë temave, madje edhe përti politike. Prandaj besoj që kjo do të jetë përparësi e jashtëzakonshme. Por unë këtë për e thëmë edhe nga të rinj, unë jam secilën ditë të ren, jam secilën ditë me qytetar. Secilën ditë ata qytetarë sikur unë që më thonë unë krejt ju thonë të e votën. Jo, të lutem. Kur i tha nuk e thonë. Jo, mos ta banalizoj. Jo, nuk është banalizim. Mirë, po ka qytetar tillë. Që është i bindur që secilën ditë jam në për familje që herën e fundit nuk e kanë votuar partinë, nuk e kanë votuar kandidatin tonë dhe këtë herë votojnë. Po disa që kanë votuar në dëshpëruar aty vjen. Jo, në asnjë mënyrë. Rregull. Shihet domethënë edhe nga takimet, edhe nga aktivitetet, edhe nga prezenca, edhe nga entuziazmi, jemi shumë bindur që Bekim Azizi me 12 tetor e fiton garën politike Viti, pas 12 tetorit kthehet me përgjegjësi para qytetarëve të Vitit për ta kthyer këtë besim me shumë njerëz edhe në zgjedhjet e kaluara me bindje, mirë po kur ka ndodhur me 2-3%. Për ta kthyer këtë besim me projekte konkrete, mbi të gjitha me respekt e mirënjohje para tyre. Zoti Saiti me çëse fjalën politikanësh. Zoti Saiti me çëse fundja e politikanëve, këtë detyrë kam. Zoti Saiti me çëse po thoni se zoti Bekim, zoti Azizi është kandidati i partisë suaj, është në garë dhe në përsi në balotazh. A shihni ndonjë koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje? Është herët me fort për koalicione, Partia Demokratike të Kosovës edhe në nivel qendror, edhe në nivel lokal, ka qenë i vetmi subjekt politik që nuk ka pas vijat kuqe për koalicionet. Ne nuk kemi vijat kuqe asnjëherë për asnjë parti shqip. As për LDK-n Viti? Asnjëherë për asnjë parti politike shqiptare, por besojmë që në Viti është koha dhe momentumi i duhur për ndryshim dhe Partia Demokratike e Kosovës do të thejtë me qeverisjen e ardhshme, e besojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës, në konkretisht Sokol Haliti, është koha e pensionimit të tij, sepse qytetarët e Vitit 12 vite i kanë dhënë mjaft dhe besojmë që ka pas mundësinë edhe për projekte, për mundësi nuk e ka shfrytzuar këtë si duhet. Prandaj unë besoj që në një vend demokratik kandidimi për mandatin e 4 është irrelevant. Ka qenë portretin e tepër, sepse ku nuk qeveris mirë shumë tepërt. Prandaj këtu shtrohet pyetja, unë besoj politik shumë mirë është kandidati kryetari i komunës me ditat limitin kur bëhet mjaft. Shumë është them shumë i rëndësishëm. Pushteti është i ëmbël. Po zoti Saiti, po flisni shumë prerazet. A do thotë që keni vija të kuqe për Sokol Halitin dhe LDK-s në Viti? Jo, Partia Demokratike e Kosovës thash nuk është subjekt politik që nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt. Është parimi yt. Por as për LDK-n është po thoni që jeni nda përfundimisht. Po ndërlidhem me Irfanin, por ka mundësi që prapë edhe 4 vjet me Sokol Halitin ta pushtet. Të garantoj që nuk o vija kjo
automatikisht Po leni të hapur mund mundësinë. të ekzistojë. Po unë thash si bëhet pushtet kur zgjedhjet ti fitojmë ne. Po si bëhet pushtet? Po ti thash që fitues jemi se fituar në studio. kandidati Zgjedhjet nuk fitojnë në studio për këtë votimit. Jam shumë i vetëdijshëm për këtë. Votimit. Dhe aty vendosin qytetarët e vitis. E vendosin Që jam shumë i bindur që ata do të vendosin për kandidatin. Edhe dëshkimi do të pasni me dyshje. Jam shumë i bindur për këtë. Unë nuk jam i bindur. Po mundem me lëna anash pa e marrë një përgjigje. Kështu të prerë, a shihni një koalicion të mundshëm pas zgjedhor? Me së koalitin. Nuk e përjashtoj. Nuk ka. Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë. Nuk kena ku vjet. Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë me qeverisjen e ardhshme dhe nuk ka vijat kuqe për asnjërin nga subjektet politike në vit. Kjo është narracion politik konkretisht. Jemi krejt në fund, zotë Xhamali, a shihni do një koalicion të mundshëm pas zgjedhor? Pa koalicion nuk. Po PDK-ja për le të hapë mundësinë që do të jetë bashkëpunuese në këtë drejtim. Koalicion do të ketë, po kush me kanë nuk e di. Nuk mund të themi ende. Nuk mund të themi ende kush. Unë besoj që edhe është shumë herë për të gjëra, sidomos para rundit parë. Herën e kaluar koalicioni ka qenë, domethënë, për ballotazh, nuk u reflektuan vot. Shumë. Nuk ka pas koalicion para ballotazhit. Para ballotazhit u ditë PDK-ja që në asnjë mënyrë. PDK-ja ka bërë koalicion pas ballotazhit. Ja, si qare? Jo shqyqare, por... Nëse, koalicion verbal. Jo, në asnjë mënyrë. Që ka dëshmu, jo, janë statistika ata që të kryesore... Sepse e para janë diku rreth afër 3000 votues të Partisë Demokratike të Kosovës që kanë, domethënë nuk ka dorë fare kutit e votimit në raundin e dytë. Këtu janë statistika, mund t'i merrni këto. E dyta, ka pas më shumë votë për kandidatin e vetëvendosjes sesa për kandidatin e Lidhjes Demokratike. Për PDK-s. Po. Unë besoj që kjo ka qenë si pasojë për shkak që atëherë ju nuk e keni dëgjuar vullnetin e votuesve, se vullneti tyre ka qenë në vetëvendosjen. Unë besoj kjo ka qenë, a di për çka ka ndodhur? Sepse në viti, domethënë vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës ka qenë kohë gjatë bashkë në opozitë. Edhe këtu në narracione edhe në të kaluar një bashkëpunim më i madh mes këtyre subjekteve ka ndodhur. Pse nuk e keni konkretizuar me një koalicion balotazh me sepse ta them me bindje që lëvizja vetëvendosje në viti nuk ka pas ofertë për koalicion ndaj Partisë Demokratike të Kosovës. Me bindje ta them, nëse do të kishte një ofertë në herë, ajo ka pas Sokuli. Sokuli pas i fitoi e ka pas domosdoshmëri kët, sepse nuk ka mundë me udhëhit, sepse i ka pas vetëm 11 vota me vonë pasi u ka të rrit një vetë 10 vota në kuvendin komunal. Dhe dihet që në asambleë komunale shumica është në viti 4. Është me qendru të pavarur për ashtu dhe me thonë qytetarë votuesve votoni sipas bindjeve. Bash ashtu i kemi thënë. Bash ashtu i kemi. Ashtu s'po dal. Matematikat e tregojnë këtë. Paton krejt në fond si shihni pasqyrën zgjedhore në Namorav, kush do t'i fitojë zgjedhjet? Unë me qenë sa Namorova e përfshin në Gjilanin, besoj që në Gjilan realisht vetëvendosja ka qenë në disavantazh deri para një muaji, ka qenë në disavantazh kandidatë LDK-s kanë qenë avantazh, mirë po sfundi kjo është përmbys, është bërë rotacion dhe aktualisht projekcionet janë që kandidati i vetëvendosjes pra kryetari aktual vazhdon të ketë një përqindje të theksuara karshi kundër kandidatit të tij, edhe shto faktin që një pjesë e madhe e njerëzve të PDK-s në Gjilan janë në listën e vetëvendosjes atje, kështu që kjo jep edhe një fuqi shtesë politike kryetarit aktual dhe besoj që do të shkoj, do të jetë edhe për 4 vjet kryetar. Pa balotazh në Gjilan? Pa balotazh nuk besoj, mirë po besoj që kryetar do të jetë prap Albani, ndërsa në viti unë pres edhe shpresoj edhe dëshiroj që mirë po mbi gjitha për te këtyre dëshirave pres që të ketë një ndryshim, duhet të ketë një ndryshim sepse qyteti duhet të marrë frymëlirshëm edhe të udhëhiqet nga një parti e cila ka një vizion tjetër, ka një plan konkret për mu ballafaqu me hollët dhe me shqetësimet e përditshme të qytetarëve dhe unë besoj që në viti, po kjo në fundit prapë unë po them që PDK-ja do të jetë përcaktuese se a do të cili për këtyre kandidatëve pra Sokuli apo Arsimi do të jetë kandidat. Unë besoj që janë ftues po thonë. Diçka që na bashkon në këtë viti do të ketë ndryshim, për atë pajtuesh edhe ti, pa domoshta të kjo po na pajtohet dhe unë jam shumë i bindur. Prapë them që PDK-ja do të jetë përcaktuese.
A fituese apo Përcaktuese, jo fituese, jo, Si fituese e zgjedhje. Jo, ne do të jemi këtu, Do të jemi këtu bashkë edhe pas 12 turit. Në këtë dëshirë është projekcion. Që në më herët që është dëshirë, po si do që t'jetë. Jo, është projekcion. Dëshirë, unë thash, fillimisht është dëshirë që të ketë rotacion. E së dyti është edhe projekcion që do të ketë ndryshim. Mirë, po kjo vjen nga këtë projekcion. E on projekcioni që nga motit me qytetarë. Unë po jashtoj që është vullneti i qytetarëve që nga 12 turit në vitit të qeverisë kryetari Ynë Bekim Azesi. Zoti Xhamali, nga ana juve një koment fundit edhe kështu po e përmbyllim. Unë me besoj që Gjelani do të ketë bollotazh, kurse edhe Vitinja 100%, Goti edhe Kamenica ashtu. Bollotazhet janë të paparashikueshme në shumicën e rasteve, pavarësisht disponimit të partive. Mund me ndodhë që do me thonë elektorati nuk e ndëgjon parti. Shumë letë mund me ndodhë në qëtë rrethana. Një pjesë po e ndëgjoj. Sa më mjaftu me bo për bëjshën po. Varët ka, se rrethonat që janë tash për tash, do me thonë elektoratin e PDK-s me shty ka vetë vendosja, është bajgi problem. Po. A kuptën? Po. Edhe përse ata, do me thonë, mund është ti mjë thonë gjë dhita, apo e ta të hetë, edhe nuk mundës mos me dalë, po edhe mundët mos me ndëgju. Në qëtë kuptim është. Po, kejt problemi është që partit politike, ose kohecit e tëne kandidatët me ofru sakt program zgjedhor, shkruum, shka dojnë me bo mrena këtëne mandatit që pesënojnë. 4 vite të hershme, po. Shka dojnë me bo sakt. Njërë që se mund me dalë kandidati me thonë s'kom premtu vala une, a u përdojnë me marrë vota dhe s'kom premtu, tani realizimi shatë bani, për gjo kërkuj. Në qëtë kuptem, une menaj që obligime kanë partit me eduku elektoratin, me mësu qytetarin me kërku llogari. Me kërku llogari për ato shë e pëthue edhe ato shë e premtan. Se politika nuk është qëtërsen. Me premtu edhe me bo qëtërsen. Ka vështërsi, s'ke mujt me bo të 100%, e ban një 60-80%, amo shamulli i ke dhonë 10 premtime, prej tëne ma shumë se gjysën i ke po, shka? Unë po të garantoj që ma të edukum janë qytetarë si që da politikanë. Ne, se i vjen keq që me thonë se politikanë do të më thonë elita që jo prinë qytetarëve, edhe ma përgjegjës, a qytetari në fundit nuk ka drejt, nuk ka përgjegjësi sukur politikanë, sukur ai që e merr përgjegjësi, ly përgjegjësi me një komun, edhe çka ka me bo valla kur të hinje këshyri, të s'mundesh me këshyri kur tish. Në çet kuptem, unë kërkoj nga partit ose nga kandidatët me kallëzu sakt mi shkruan sendet edhe mi kallëzu qytetarin, unë e bëj qëta, muj me bëj qëta. Me të shpresat i kam të këto gjeneratat e reja që kanë me ndryshu për ndryshe për këta politikanë që kanë një kohë gjallë politik, unë nuk pres ndryshim, këta thjesht me vot qytetarëve do të me i dërgu në penzion, të parakashëm disa një pjesë madhe në prokurori se ade janë po desha për të më thonë, dyshues. Po janë shumë dyshu, sepse me një rrugë kryetarit, me shku me blim të fush Kosovë, është e pamundur, kështu që unë ne gjim të rrasë mirë, po këto do të më jetu edhe një pjesë më dërgun, edhe më pushem, edhe pushem është avaj në burg, edhe në pushim, është, se leta monin denimin e meritu, mirë po qytetari do të me e ndeshku këtë klasë politike, këtë qeverisje. Jo këtë klasë, mos thuj klasë politike, këta individ që janë të papërgjithshëm. Këtë qeverisje. Unë e kom ngritur në shumë forume, është niveli përgjithshëm, niveli Republikës Kosovës. Ne ndërtojna projekte, objekte, miliona euro, edhe ende po përru, ato janë dëmtuar, ato na pikin. Nuk ka asnjë llogaridhënie. Prandaj plotësisht pajtojna që niveli llogaridhënies ai përgjegjësisë në këtë vend përfundimisht duhet me u ngrit. Nuk mëna me vazhdo kështu tuti. Më ndryshe. Do të më bëni prerje të jashtëzakonshme. Atëherë, zoti Sahiti, zoti Xhemaili, zoti Mehmeti, faleminderit për kohën. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, kjo është tëra për debatin e sonte. Faleminderit që na ndoqët.